jeta jonë, frymëmarrja jonë në këtë muaj të madhërisëm, muajin e Ramazanit. E që vallahi nuk do t'ja kuptojmë vlerën këtij muaji vetëm atë ditë kur do të ndahemi nga jeta e kësaj dunjaje. E do shpreson çdo njeri prej nesh që edhe një herë të kthehet të agjeron një ditë për Allah subhanahu wa taala. Të falë një namaz teravije për Allahun xhallahu ala. Por o ti robi Allahu, përderisa Allahu të ka dhënë frymë, shfrytëzoi çdo moment se vallahi ashtu si thot Allahu xhallahu ala për këtë muaj, ayyaman ma'dudat, ata janë ditët të caktuara, të numëruara, dhe ne e dimë vëllazën se ditët e numëruara shkojnë shpejt. Andaj sonte do ta falim namazi nata e 5 për namazet e teravis, sa shpejt shkuan. Zë shpejti muezini do të thotë el wada, ja nur at-tarawih, lam tumir, oj drita e teravis. Salavat dhe selamet jenë për pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili gëzohej shumë me ardhjen e muajit të Ramazanit, saqë edhe këtë gëzim e shfaqte edhe në zemër edhe tek sahabët radhiyallahu ta'ala anhum. Ai sallallahu alaihi wasallam thonte qad ja'akum shahru Ramadan, o ju njerëz, ju ka ardhur juve muaji i Ramazanit. Pra jeni duke ditë se çfarë muaj begat është ai, hapen dyert e xheneteve të Allahut, mbyllen dyert e zjarrit të Zotit xhallahu ala. Në të është një natë e cila është më me vlerë se 1000 muaj, kush privohet prej saj, kush privohet prej tij, pa qoftë për muajin e Ramazanit, qoftë për natës të Kadrit, me të vërtetë ai është i privuar. O ju vëllazën, për ibadetet dhe adhurime më madhore që robi i bën në këtë muaj të Ramazanit është shfrytëzimi i xhamive të Allahut te bareke ve teala. Vallahi vetëm qëndrimi në xhami, falja e namazeve farze në xhami është prej adhurimeve shumë të mëdha në këtë muaj. Pastaj qëndrimi pas namazeve farze në xhamiet e Allahut azza wa jall është ibadet dhe adhurim i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wala yazalu ar-rajulu fi as-salati man tadhara as-salah." Vazhdon robi të jetë në namaz, pra të quhet, të konsiderohet tek Allahu se ende është në ibadetin e namazit, përderisa qëndron në xhamiet e Allahut. Wa innal malaikata la tusalli alayhi. Dhe me të vërtet me laqet bëjnë lusin Allahun xhallahu ala për atë njeriu. O Allah fale, o Allah mëshiroje, Allahu akbar. Imagjinoni vëllazën edhe motra, Allah me laqet e Rahmani te bareke ve teala të jenë të preokupuar tash në këtë moment për çdo njëri prej nesh, që Allah të na falë, që Allah të na mëshiron. Vallahi ne e shpresojmë lutjen e një vëllau për vëllazëve që mendojmë se ka devotshmëri dhe takvallok. Imagjinojeni pozitën e melaqeve te Allahu azza wa jall. La ya'sun Allah ma amarahum, ata asnjëherë nuk ja prishin urdhrin e Allahut. Ata melaqet i luten Allahut te bareke ve teala për çdo njëri prej nesh, pra që do thon vëllazën, në qoftë se nuk mbetet për këtyre mezhliseve, për këtyre fjalimeve të hoxhallarëve, po se vapi dhe shpërblimi i madh që e marrim çdo njeri prej nesh në qëndrimin në xhami, në këto ditë të muajit të Ramazanit, vallahi është hajër dhe bereqet i madh. O ju vëllazën, Allahu te bareke ve teala në Kur'an kur flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në surën Yasin, wal Qur'anil Hakim, pasha Kur'anin e urtë, innaka laminal mursalin, ty o Muhammed je në rrugën e drejtë, pra dëshmon Allahu për shtaqieve me betim në librin e tij Kur'anin se Muhamedi është në të vërtetën, tregon për gjendjen e mushrikëve të Mekës, wa hum ghafilun, mushrikët e Mekës janë në pakujdesi. Imagjinoni me ke këmbët e tyre ka kalu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ata kanë thënë, kush është ky? Mbas vdekjes ata në realitet e kanë kuptuar se kush pas ka kalu pranë këmbëve të tyre. Ne jemi 1500 vite larg pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam, na lutoi syt, na kanë zemrat vetëm kur e kujtojmë atë sallallahu alaihi wasallam, e lëma që ai të kalonte pranë këmbëve tona. E tillë është gjendja e njerëzve ju vëllezër të mi, edhe me fladin që lishon Allahu, me këto sezone të ibadetit të adhurimit, pjesa më e madhe e njerëzve kalon Ramazanit te këmbët e tyre. Kalon Ramazanin në shtëpiat e tyre dhe sikur ata hum ghafilun, ata janë në pakujdesi. Domethënë nuk e vlerësojnë rëndësinë e madhe të këtij muaji. Andaj ardhja juaj në xhami, vallahi nëse dëshmon për diçka, dëshmon se këta njerëz e duan mëshirën dhe rahmetin e Allahut që e shpërndan Zoti i Madh xhallahu ala në këto ditë dhe në këto ditë të këtij muaji të madhërisëm. Fjalimi, domethënë i imi faktikisht takimi i parë është Ramazani dhe raporti me Allahun subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fillimisht ju vëllezër, a mund të kryejmë një raport me Allahun xhallahu ala, një lloj lidhje të veçantë që mund ta ketë ndonjëri prej nesh me Allahun subhanahu wa taala, që atë rob, atë person, Allahu xhallahu ala ndryshe e trajton,
lutjet e atij ndryshe i dëgjon, pra i pranon subhanahu wa taala. A mund që të ndodhen ky lloj raporti? Kjo është esenca e krijimit të ju vëllazër, që ne raporti më të fuqishëm, lidhje më të madhe që ta kryejmë me Allahun subhanahu wa taala. Bile është esenca edhe e akides edhe tauhidit, që zemra mos lidhet me dikën tjetër pas Allahut, mos krijon raport esencial me dikën tjetër pas Allahut të madh xhalla wala. Allahu te bareke wa taala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i kam kriju xhinnet edhe njerëzit vetëm për këtë gjë, pra për krijimin e raportit dhe lidhjes mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala. Dhe raporti me Allahun xhallahu ala lidhet nëpërmjet adhurimeve dhe ibadeteve. Esenca e Ramazanit të ju vëllezër e mi është ibadet dhe adhurim. Andaj vetë adhurimi i agjerimit, adhurime që bën brenda muajit të Ramazanit krijojnë një lloj raporti mes nesh dhe Allahut subhanahu wa taala. O ju vëllezër, raport me Allahun xhallahu ala krijohet nëpërmjet nënshtrimit dhe dorëzimit total ndaj të gjitha urdhave të Allahut subhanahu wa taala. Kjo bile është esenca e Islamit. Islam nuk ka di kuptim tjetër pos nënshtrim, dorëzim para Allahut te bareke ve taala. Dhe ne do ta sqarojmë tek ajetet e Ramazanit se si Allahu te bareke ve taala e përmend këtë çështje tek muaji Ramazanit në lidhjen dhe raportin me Allahun subhanahu wa taala. E treta, ju vëllezërit e mi, pas adhurimit, pas nënshtrimit dhe dorëzimit, e raportit me Allahun xhallahu ala është takvallohu dhe devotshmëria, që do të thotë lidhja e zemrës me Allahun subhanahu wa taala, që njeriu t'i jep përparësi dëshirave të Allahut para dëshirave të epshit. O ju vëllezërit e mi, raporti tjetër që krijohet me Allahun xhallahu ala është libri i Allahut të madhërisëm, Kur'ani, dhe vallahi nuk e di që robi mund të lidhet me Allahun xhallahu ala më mirë se sa me librin e tij. Dhe do ta shohim se si ndikon Ramazani në këtë lidhje me librin e Allahut xhallahu ala, që pastaj rezultati është lidhja, krijimi një lloj raporti mes teje dhe Allahut azza wa xal. E pesta, ju vëllezërit e mi, është madhështia e Allahut azza wa xal, madhështia e urdhëruesit që është krijuesi subhanahu wa taala, dhe këtë do ta gjejmë përsëri në muajin e Ramazanit. E gjashta është falënderimi dhe mirënjohja ndaj Zotit të Madh te bareke ve taala. Domethënë, për të pas një lloj lidhje dhe një lloj raporti me dikën, ti e falënderosh, ti e mirënjohës ndaj atij, veçanërisht kur ai është më i madh se ti, veçanërisht kur ai është prindi yt, kur ai është mësuesi yt, mos flasim kur ai është Allahu i Madh te bareke ve taala. Dhe do ta shohim në ajetet e Ramazanit të ju vëllezër se si Allahu xhallahu ala e krijon nëpërmjet kësaj medrese dhe shkolle që quhet Ramazani këtë raport me Allahun xhallahu ala. Dhe e fundit të ju vëllezërit e mi është lutja dhe duaja, që është vendi dhe momenti kur robi është më afër Allahut të Madh subhanahu wa taala. Lutja, ju vëllezërit e mi, në realitet po fillojmë nga fundi. Lutja është një ibadet dhe një adhurim, që mund të bëhet në sejdë, që mund të bëhet në namazin e natës, që mund të bëhet mes ezanit edhe ikametit. Dhe pa pikë dyshimi, ajo është momenti kur robi është shumë afër Allahut azza wa xal. Por pse Allahu te bareke ve taala këtë afërsi e përmend në ajetet e Ramazanit? Thot Allahu: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Allahu akbar. Kur robërit të pyesin për mua, tregoju atyre se unë jam afër. Apo bile edhe nuk ka thënë thuju atyre, po me njëherë Allahu xhallahu ala tregon afërsinë, afrimitetin mes atij dhe robit të tij subhanahu wa taala. O ju vëllezërit e mi, Allahu t'i takon shembulli më i lartë. Fëmia kur shkon në gurbet, vazhdimisht e mban një lloj lidhje me prindërit e tij. Bile fëmijë i mirë dhe i edukuar është ai fëmijë që mundohet po thuj çdo ditë i bën telefon nanës, ta pyet për hallet e saj, ndonjëherë të lishon diçka, t'i ndihmon nanës edhe babës e kështu me radhë. Mirë po, kjo lloj afërsie që ai e ka me nanën dhe me babën e tij, në momentin kur është në gurbet, nëpërmjet telefonatave apo mjeteve të informimit, nuk është e njëjtë si atë muaj që ai vjen verës edhe qëndron vazhdimisht afër nanës, atë merr për drekë, e çon për darkë, buzëqeshën në fytyrën e nanës vet, apo edhe bile edhe fëmia i mirë thot, "Ma bëni Allah, vërtet kam marrë për gurbetit, po në këtë muaj ja kushtoj nanës edhe babës." Pse dashurinë e madhe që e ka për nanën dhe babën. Allahu t'i takon shembullin më i lartë, ju vëllezërit e mi, pothuajse është e njëjta. Njeriu ka një lloj afrimiteti me Allahun xhallahu ala edhe për 11 muaj. Mirë po pasi që kur vjen muaji i Ramazanit, afrimiteti me Allahun xhallahu ala ndryshon, raporti me Allahun subhanahu wa taala ndryshon, lidhja me Allahun xhallahu ala ndryshon. Këtu Allahu tha: "Wa idha sa'alaka 'ibadi." Kur të pyesin robërit për mua, ja Rabbi ata të pyesin edhe në 11 muaj tjetër. Jo.
kërkesa dhe pyetja dhe interesimi i robërve për Allahun është më ndryshe në Ramazan. Andaj edhe tregoju atyre fe inni qarib, unë jam shumë afër. Fjala qarib ju vëllezër është për emrave të Allahut xhallahu ala. Allahu është afër robërve dhe ibadetshëve, njerëzve që i don subhanahu wa taala. Dhe vallahi billahi, në momenti që robi arrihet te kjo gradë e lidhjes dhe raportit me Allahun xhallahu ala, që quhet el qurba min Allah, afrimiteti me Allahun, të qenurit afër Zotit xhallahu ala, mos pyet pastaj për shijen e ibadeteve dhe adhurimeve. Andaj thonte Ibrahim ibn Ethemi rahmetullah alayh, me të vërtetë ndodhën ndonjëherë në pjesën e fundit të natës, e ndjej një lloj kënaqësie, sheve të afrimitetit me Allahun azza wa jall, një lloj kënaqësie me Allahun subhanahu wa taala, unë them në vete, në qoftë se banorët e xhenetit jenë në këtë kënaqësi, vallahi ata janë në një kënaqësi shumë të madhe. O ju vllazit e mi, pasha Zotin e madh, me ardha i moment që në një sejdë ta ndjen njeriu afërsinë me Allahun subhanahu wa taala, vallahi e kupton se mes atij dhe Allahu është vetëm një perde. Në qoftë se Allahu do ta kishte shfaq atë perde, do ta shihshin bukurinë e atij subhane. A nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë. Ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë, andaj shtoni lutjet edhe duat. I kthemi edhe një herë esencës të pyetjes së ju vllazën, a ka mundsi njeriu të krijojë raport me Allahun? Të gjitha ibadetet fetare që ne i ka bë obligim Allahu xhallahu ala e synojnë këtë realitet, që është krijimi i një lloj raporti, një lloj lidhje, një lloj afërsie me Zotin tan subhanahu wa taala. Si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dikën prej sahabëve, "Law aqsama ala Allah la barra." Ai vetëm nëse betohet në Allah, "Ya Rabb, lisho shiun për që Allah e lishon shiun." Trajtim të veçantë Rabbul Alamini subhanahu wa taala ka me këto lloj njerëzish të cilët krijojnë raport me Allahun azza wa jall. Shihni vllazën esenca e namazit, e cila në arabisht quhet salah, që do thotë sile, është lidhje, është raport, është afërsi mes teje dhe Allahut azza wa jall. Andaj ai i cili e shkëput namazin, e shkëput raportin me Allahun subhanahu wa taala. Duaja që përmendëm para saj, Kur'ani ju vëllezërit e mi është litari i cili lidhemi dhe e krijojmë raportin tonë të fuqishëm me Allahun subhanahu. Andaj dietarët e Islamit kanë thënë, kush dëshiron të dije afërsinë e tij tek Allahu xhallahu ala, le të sheh afërsinë e tij me librin e Allahu subhane. Kush dëshiron të dije pozitën e tij tek Allahu, le të sheh sa çfarë pozite ka libri i Allahu subhanahu wa taala në zemrën e tij. Atëherë ju vëllezërit e mi, fillojmë me pikën e parë, që tham lidhja e parë e raportit mes nesh dhe Allahu xhallahu ala është lidhja e nënshtrimit dhe dorëzimit ka shi madhërisë dhe madhështisë të Allahut. Nuk mundet që o ju vëllezërit e mi, shihni subhanallahu, Allahu t'i ka dhënë shembullin më i lartë edhe në raportin njerëzor. Mësuesi, nxënësi më shumë që e don, nxënësi i cili është më i digjushëm, që çdo urdhër që e jep, çdo detyrë që e jep për të nesërmen, nxënësi vetëm thotë dëgjova dhe respektova. Të nesërmen vjen me të gjitha detyrat ashtu siç e urdhëroi mësuesi. Edhe në mesin e fëmijëve, është e vërtetë që baba dhe nëna nuk dajnë dashurinë e fëmijëve, por mirë po zemra anon më shumë tek ai fëmijë që është më i digjushëm dhe i nënshtrohet dhe i dorëzohet urdhrave dhe ndalesave të babës pa pyet pse. Kështu është Allahu t'i takon shembulli më i lartë, është raporti me Allahun xhallahu ala. Po lidhja më e fuqishme mes nesh dhe Allahu xhallahu ala është lidhja e dorëzimit edhe e nënshtrimit, e që thash është esenca e Islamit. Allahu te bareke ve taala ju vllazit e mi, në ajetin e Ramazanit thotë ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Ne me njerë me automatizëm themi, po Allah të digjuam dhe të respektuam, kutibe alejkumus siyam, juve jo është bërë obligim agjërimi, dorëzoni dhe nënshtroni. Imagjinoni ju vëllezërit e mi, Rabbul Alamin nuk vjen me motiv, por vjen me gatishmëri për bindje dhe nënshtrim. Pra nuk tha Allahu, shifni njerëz se agjërimi është shumë e vlerë, po ndikon edhe për diabetin, për shumë sëmundjeve, për shëndetin, po e kështu me radhë. Kutibe alejkumus siyam, juve jo është bërë obligim agjërimi, se esenca tek besimtari ju vëllezërit pa i ditë urtësitë e agjërimit, pa i ditë urtësitë e namazit, pa i ditë urtësitë e haxhit, dëgjova dhe respektova. E bukur edhe madhështorja vëllazërit e mi është se ky ajet, që është ajeti i agjërimit, në cilën sure ka ardhur? Në surën Bekare, esenca e bisedës në surën Bekare është nështrimi dhe dorëzimi para Allahu xhallahu ala. Çështjen e parë që e përmendën Allahu te bareke ve teala në surën Bekare është alladhina yu'minuna bil ghaib, ata që e besojnë të fshehtën, dhe e fshehta nuk besohet vetëm për njëri që i dorëzohet dhe nështrohet ndaj lajmeve që na vijnë nga ai i cili nuk e kemi pa.
Dhe në qoftë se do t'i shohim të gjitha tematikat e surës Bekare, dhe kjo është madhështore vëllazën. Në qoftë se do t'i shohim të gjitha tematikat e surës Bekare, të gjitha kthehen tek nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj Zotit të Madh te bareke ve teala. Dhe sfundi i kësaj sureje është qalu sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam, pra dhe u dorëzuam ja Rabbel Alamin. Shihni Allahu te bareke ve teala përmend ngjarjen e Ademit alayhis salam, i cili u nështru dhe u dorëzu, ngjarjen e melaqeve të cilët u nështruan dhe u dorëzuan, ngjarjen e Beni Israelitëve të cilët nuk u dorëzuan dhe nuk u nështruan, ka shi të madhit Allah. Pra Allahu subhanahu wa taala vllazër e përmendën ajetin e agjerimit brenda surës, biseda e së cilës është nështrimi, dorëzimi para madhërisë së Allahut azza wa jall. Pse Allahu e tha që quhet surja Bekare? Nga se Ben Izraelitëve Musa alayhis salatu wassalam ju tha, Allahu ju urdhëron juve të bëni kurban një lop. Ata thanë, po si duket ajo? Po çfarë ngjyrë ka ajo? Po pse duhet e kështu me radhë? Shihni vllaz, e kundërshtuan nështrimi para Zotit. Se gjendja e besimtarëve nuk është ashtu. Ne nuk vim fillimisht themi ju vllazën, po pse duhet ta agjërojmë? Po pse muji Ramazani për çdo vit shkon nga 10 ditë më poshtë? Po pse Ramazani vjen edhe verës, siç thonin njerëzit kur ishte Ramazani? Pse Ramazani nuk bëhet vetëm dimri? Besimtari i cili cilësi dhe tipar të tij e ka dorëzimi para Allahu subhanahu wa taala nuk vjen me kësaj lloj pyetjesh, por thot dëgjova dhe respektova. Pra çështja e parë ju vëllezërit e mi, që e përfitojmë nga Ramazani dhe raporti sa me Allahun, se ky Ramazan, dhe kjo shkollë dhe kjo medrese e madhe që quhet Ramazan, na mëson që ne të dorëzohemi dhe të nënshtrohemi plotësisht ndaj urdhave të Allahut te bareke ve teala, edhe në qoftë se ndonjëherë na fshehet urtësia e saj. Shihni vllazën, ne ndalohemi dhe abstenojmë nga ushqimi halal, nga pija halal, nga marrëdhëniet intime halal, brenda ditës të Ramazanit, në një kohë nga fillimi dhe fundi që ne ka përcaktuar dikush, jo ne. Imagjinoni një sekonda para se të përfundon syfirin, jemi duke ngrënë. Sekonda mbasi që të përfundon syfirin, ne ndalemi. Pse? Dorëzim total ndaj asaj që ndaj të madhit Allah subhanahu wa taala. Sekonda para se të tretë ezani i akşamit, asnjëri prej nesh nuk e zgjat dorën tek hurmat. Momenti që muezini thot Allahu Ekber, të gjithë ne zgjasim dorën tek hurmat. Pse? Dorëzimi total ka shi Allahu të madh te bareke ve teala. Pra, ju vllazë, jemi rezimeja shpejt, ajo që na mëson muji Ramazanit, o vllazit e mi, është që të dorëzohemi plotësisht para madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. E dyta, prej asaj që përfitojmë nga Ramazani dhe raporti sa me Allahun, ne thamë që raporti me Allahun xhallahu ala krijohet nëpërmjet takvallahut dhe devotshmërisë. Shihni vllazën, Allahu i madh te bareke ve teala thot në Kur'an, inna akramakum inda Allahi atqakum. Me të vërtetë njeriu më i afërt dhe më fisnik tek Allahu xhelle xhelalu është ai i cili ka takvallah dhe devotshmëri. Dhe kjo ajet në realitet ka ardhur pasi që Allahu përmendi njeriu që e ka krijuar në popull dhe në fise. Kush që më të dalluar tek Allahu, arabët nga jo arabët, shqiptarët nga jo shqiptarët, Allahu thot më të dalluarit prej jush tek Allahu, pra ai i cili ka krijuar një raport, një lidhje të veçantë me Allahun, është ai i cili ka takvallëk dhe devotshmëri. Shihni tash se si na tregon Allahu xhallahu ala se si muji Ramazanit e krijon, apo kisha pasur investon tek zemra e njeriu për të ndërtuar këtë çështje madhore që është takvallohu. Thot Allahu xhallahu ala, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Agjerimi u bë obligim për ju, siç ishte obligim edhe për popull që ishin para jush. Pse ja Rabbi? Pikërisht që të krijon këtë raport mes teje dhe Allahut që quhet at-taqwa, takvallohu dhe devotshmëria. Fa la'allakum tattaqun, kështu që ju të bëheni më të devotshëm. E devotshmëria, ju vëllezërit e mi, në realitet do të thot respektimi i urdhave të Allahut, ndalimi nga ndalesat e Allahut subhanahu wa taala, madhështia e Allahut xhallahu ala në zemër. Atëherë, si e krijon apo domethënë si e ndërton takvallohu dhe devotshmëria këtë lidhje me Allahun xhallahu ala? O vëllazën, siç tham, njeriu para vetes e ka ushqimin edhe pijen. Në një vend që nuk e sheh askush. Ka nevojë për ushqimin, e ndjen vetëm për një etje, pse nuk e prekën ushqimin? Për arsye se e ka një bindje në zemrën e tij se dikush e sheh dhe e mbikëqyr, ai është Allahu. Andaj boshti kryesor i takvallohut dhe devotshmërisë është ndjenja e mbikëqyrjes të vazhdueshme të Zotit subhanahu wa taala. Këtë ndjenjë, o vëllazërit e mi, që e krijon muji Ramazanit,
pse të mos jeti vazhdueshëm edhe mbas Ramazanit? Një njeri i cili thot unë, për arsye se më sheh Allahu xhallahu ala, ndalohem nga ushqimi halal, nga pija halale, a nuk është e logjikshme, a nuk është afër mendjes të shëndosh që po i njëjti njeri të thot, po mbas Ramazanit si ka mundësi që të më shkon mendja të afrohem alkoolit? Si ka mundësi që nëse unë jem dalë në muajin e Ramazanit nga marrëdhëniet intime halal, si ka mundësi që të më shkon mendja për immoralitet dhe zina mbas muajit të Ramazanit? Po a nuk është i njëjti ai Zoti i Madh xhallahu ala që më pa në Ramazan dhe unë e ndjenjë mbikëqyrjen e tij? Po i njëjti më sheh edhe mbas Ramazanit dhe unë natyrshëm do ta ndjej mbikëqyrjen e tij subhanahu wa taala. Atëherë ju vëllezër, e treta prej lidhjeve dhe raporti me Allahun xhallahu ala që ne i përmendëm në fillim, tham është libri Allahu subhanahu wa taala dhe tham nuk e di vëllahu juaj që ka diçka praktikisht të afron me Allahun xhallahu ala dhe krijon një lloj raporti të fuqishëm mes teje dhe Allahu subhanahu wa taala se sa libri i Zotit xhallahu ala. O ju vëllezër, ne shpesh herë xhallarët flasin ndoshta për sëmundjet e zemrës dhe rekomandojnë për librat e Ibn Qayyimit, librat e filanit, nuk e di libër që i shëron sëmundjet e zemrës sikur Kur'ani. Isha duke dëgjuar njëri prej hoxhallarëve tha, brenda 20 viteve të kërkimit të dijes, ta ndoshta në çdo 2 ditë e lexoja nga një libër. Wallahi, si dita të thellohem mbi librin e Zotit xhallahu ala, nuk më merr malli të lexoj libër tjetër. Nuk e di që ka libër, qoftë çështje politike, qoftë çështje shoqërore, qoftë problematika familjare, qoftë raportin tonë me Zotin, e të tjera që i shëron. Që i shëron sikur libri Allahu të Madh subhanahu wa taala. Po o ummeti Muhamedit, ç'është kjo largësi mes nesh dhe librit të Zotit subhanahu wa taala? Pra çdo problematikë që të shkon në mendje në jetën tënde, gjendet në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ky libër nuk është që vetëm të jap zgjidhje, ky libër siç tham të forcon raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala. Nga se nuk e di që njeriu nuk ka dhikr për mendje për Allahun xhallahu ala se sa leximi i librit të Allahut. Fjala më e dashur tek Allahu është Kur'ani, andaj nuk ka diçka më të dashur për të afruar tek Allahu se sa Kur'ani. Po si e krijon këtë raport muaji i Ramazanit? Po ky është muaji i Kur'anit, o ju vëllazër. Në qoftë se gafleti ynë, kështu i masin punë, gafleti ynë në raport me Kur'anin është në këtë muaj, vallahi billahi mos më trego për 11 muaj tjetër. Te pas ke lan këtë librin e Zotit xhallahu ala. Allahu subhanahu wa taala në këtë kontekst thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit është muaji i cili të zbriti Kur'ani. Andaj dhe raporti robit në këtë muaj me këtë Kur'an e që natyrshëm dhe detyrimisht e krijon raportin me Allahun xhallahu ala do të jetë më i madh dhe më i fuqishëm. E katërta, ju vëllezër e mi, prej raporteve me Zotin xhallahu ala, në raporte të natyrshme ju vëllezër e mi thon ta'dhimullah subhanahu wa taala wa takbiruhu, madhështia Allahu xhallahu ala në zemër. O vëllezër e mi, në raportin tonë me mëkatin dhe gjunahin, dietarët thon la tanzuru ila sighari al-ma'siyah, walakin unzuru ila 'azamati man ta'sun. Mos e shih vogëlsinë e mëkatit, por shihe madhështinë e atij të cilit jemi duke i bë mëkat. Që do thotë, në qoftë se një njeri thotë o imam, më tregove diçka që të mund të largohem prej mëkateve dhe gjunaheve, madhëroj Allahun xhallahu ala në zemër. Muaji i Ramazanit të ndihmon dhe investon për këtë lloj madhështie në zemër. Allahu xhallahu ala thotë në ajetet e Ramazanit: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum." Që ju ta plotsoni 30 ditëshin e Ramazanit, apo të plotsoni muajin e Ramazanit, dhe që ju ta madhëroni Allahun xhallahu ala për atë që Allahu ju udhëzoi. Pra është e pamundur që njeriu të plotson 30 ditët e muajit të Ramazanit dhe të hyjë dhe të kalitet në këtë shkollë dhe të del me një zemër që nuk e madhëron dhe nuk e madhështon Allahun te bareke wa taala. O vëllezër, lidhja e katërt, më falni, e pesta faktikisht është mirënjohja ndaj Zotit xhallahu ala. Allahu subhanahu wa taala i vllazën është shekur, është mirënjohës dhe e don falënderuesin dhe mirënjohësin. Andaj Allahu te bareke wa taala në ajetet e agjërimit na tregon se ky muaj i Ramazanit detyrimisht e bën njeriu që të jetë falënderues dhe mirënjohës. Kur e sheh se sa rënd që ka të rrish pa ushqime dhe pa pije. Elhamdulillah, o Allah që më ke dhënë ushqime dhe pije. Kur vjen ai momenti i ndjenjes të fukarave dhe të miskinëve dhe të ngratë dhe të njerëzve që jetojnë nëpër luftëra dhe se si nuk mund ta gjejnë një pikë ujë për ta shuajtur etjen apo një copë buke për të shuajtur urinë, në këtë moment njeriu e shprehon falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Allahut. O vllazën, patjetër do të jetë kështu. Në qoftë se nuk është kështu, ne dalim për kësaj medrese si një nxënës i cili hyn në klasë edhe del dhe nuk kupton asgjë çka thon mësuesja apo mësuesi.
Andaj Allahu te bareke u teala në fundin e ajeteve të agjerimit thot: "Wa la'allakum tashkurun", dhe kështu që ju të bëheni falënderues, të bëheni mirënjohës. Pra ja Rabbi, pse hymne në këtë shkollë dhe në këtë medrese, që ju të arrini të mirënjoheni ndaj Zotit të Madh te bareke u teala, ta falenderojsh Allahun xhelle xhelalu për mirësitë dhe dhuratat që ti ka dhënë subhane wa taala. Edhe në fundit e ju vllazën, të gjitha ashto raporte realisht vllau i meditova nga ajetet e Ramazanit që janë përmendur në surën Bekare, është duaja edhe lutja. Andaj edhe Allahu xhelle wala pas përfundimit të ajetit të Ramazanit tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni", dhe kur robëri të pyesi për mua, tregoj atyre që unë jam afër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 3 lutja Allahu xhelle wala nuk i kthen pas. Një prej tyre lutja e agjerimtarit deri në kohën e iftarit. Bile e bukur dhe interesante ju vllazën është se nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duaja e agjerimtarit në kohën e iftarit, por tha derisa të bën iftar, që do thot e gjithë dita, nga agimi i mëngjesit deri në kohën e iftarit, është kohë dhe janë momente të pranimit të lutjeve. Po çka mund të flasim pastaj për netët e këtij muaji? Të gjitha vallahi janë momente të pranimit të lutjeve, që do thot se të gjithë ditët dhe të gjithë netët e Ramazanit, nga fillimi deri tek fundi i tyre, janë momente të pranimit të lutjeve. Andaj o umeti Muhamedit, për nështrojuni, për ulluni, për gjerojuni para Allahu subhanahu wa taala, shfrytëzoni çdo moment, veçanërisht në kohën e iftarit, veçanërisht në kohën me sezanit edhe ikametit, në kohën e namazit të natës, në kohën e sejdës. Lutjuni Allahu subhanahu wa taala për të mirat e dunjas, për të mirat e ahiretit, se Zoti ynë dhe Zoti juaj xhelle wala me të vërtetë i dëgjon dhe i pranon lutjet subhanahu wa taala. Elusa Allahun pra xhelle xhelalu pas përfundimit të këtij fjalimi, që Allahu xhelle wala na falë dhe na mëshiron. Elusa Allahun te bareke ve teala që na i pranon agjerimin e këtyre ditëve dhe faljen e namazeve të ditës e të natës, me të vërtetë Zoti im dhe Zoti ju është pranues dhe përgjigjës i lutjeve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah i shpërblet dhe i nderoft ja.